Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e parë të podcastit ton me Alketën. Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit dhe në prag të festës së Bajramit, me ne sot është hoxha i nderuar Korab Hajra, i cili do të shpalos me ne perspektivat e tij mbi temat bashkëkohore që i prekin të rinj sot. Korab, mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, urime për podcastin. Faleminderit. Besoj që është një nismë mirë. Ndihemi privilegjuar që jam musafiri juti i pari në këtë podcast, edhe faleminderit edhe një herë për mundësinë me u drejtu publikut. Faleminderit shumë. Kisha fillu kështu. Muaji i Ramazanit është një periudhë e shenjtë për muslimanët. Çfarë kuptimi më të thellë ka Ramazani përveç agjerimit? Qysh na animon neve ky muaj mu përmirësuna shpirtërisht edhe moralisht? Fillimisht falënderimet janë për të madhen Zot, përshëndetjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sigurisht jemi vetëm në fundin e Ramazanit, mirë po Ramazani nëse marrim nuk është vetëm agjerim, sigurisht që agjerimi është obligimi kryesor i Ramazanit, mirë po Ramazani nënkupton më shumë se vetëm agjerim, mirë po është një grumbull rregullash, një grumbull dispozitash, cilat synimi i tyre është për me avancu njeriu, edhe me pastru njeriu, edhe me ngrit njeriu, siç e the edhe në aspektin moral. Përmes agjerimit ne mësojmë disiplinën, vetkontrollin, menaxhimin e vetes, menaxhimin e kohës, vlerësimin e kohës, edhe sigurisht që kjo i shërben edukimit edhe formimit ton. Është një, nëse guxojna me thonë, Ramazani është një kurs intensiv, ose është një trajnim intensiv, i cili synon që këto vlera me ngulit. Psikologët thonë që nëse njeriu një veprim e përsërit prej 7 deri 21 herë në mënyrë të vazhdueshme, ajo ka mundësi me kalu, mu bë pjesë e karakterit njeriu, do të thotë Ramazan, ka mujt Zoti më na i bë obligim me agjeru 29 ditë ose 30 ditë ndome gjatë vitit, mirë po na i ka bë obligim ngjitur, do të thotë një muaj të tërë, në mënyrë që këto vlera mu gërshetu me neve ose mu ngërthy në karakterin ton. Agjerimi, objektivi kryesor i tij është me na bë njerëz të devotshëm. Qenurit i devotshëm do të thotë me qenë i devotshëm ndaj Zotit, mirë po me qenë i devotshëm edhe korrekt edhe në raportet me njerëzit. Tek e fundit, objektivi pas adhurimit Zotit, objektivi kryesor i gjitha obligimeve fetare është me përmirësu njeriu, me bë njeri dobishëm për veten, rreth parë, për familjen, po edhe për rrethin e tij. Po. Me qenë se jemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, qa do të thotë ky 10 ditësh dhe nata e Kadrit? Ramazani si i tëri është muaj i veçantë, mirë po pjesa më e rëndësishme e Ramazanit është pjesa e fundit e Ramazanit, apo 10 ditësh i fundit e Ramazanit, sikur a e keni pa për shembull edhe në një garë ose në një maraton, kur fillon fundi, fillojnë njerëzit mu lodh ose fillojnë me ndi lodhjen, edhe realisht në fund duhet patjetër me dhon maksimumi se finishi është afër dhe fitoria është afër, andaj edhe ky 10 ditë i fundit është i veçantë. Në këtë muaj edhe në këtë 10 ditë ekziston edhe nata e Kadrit, e cila është nata më e vlefshme e vitit, për cilën i Madhi Zot në Koran thotë që nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Nuk thotë sa 1000 muaj, mirë po më e vlefshme se sa 1000 muaj, edhe shpresojmë që ta kem arrit vlerën e saj, ose të paktën e kemi edhe këtë natë, do të është nata e fundit e Ramazanit. Shpresoj që i Madhi Zot më na bë prej njerëzve që meritojnë kënaqësinë edhe faljen e Zotit në këtë muaj të madh. Këtë muaj edhe në këtë 10 ditë, çdo minutë, çdo sekondë është e vlefshme, edhe
edhe puna shpërblehet, edhe angazhimi, edhe përmendja e Zotit, edhe çdo punë që e bëjmë për ata dhe preferohet në këtë 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, do shta më dhonë edhe zeqati, edhe sadakaja, edhe vitrat, këtë këtu që vlera është më e madhe dhe tash jemi në prag të festës, do të thotë me i shoqërua dhe tjertë me festën. Që the edhe ti pas Ramazanit vjen Fitr Bajrami, që është një festë e gëzueshme për muslimanët. Çfarë kuptimi ka kjo festë, emri dhe mesazhi kryesor që e përcjell kjo festë për komunitetin musliman dhe për shoqërinë? Sigurisht, a i ke pa për shembull pas çdo lodhje vjen koha e relaksit ose vjen koha e festës ose koha e gëzimit. Studenti për shembull lodhet 4-5 vite, 6 vite, varet prej drejtimit që ka studion, kur vjen në fund është diplomimi, është festa, është gëzimi, për shkak një forme duhet mu shpërbly ai mundus, ajo lodhje që ka ndodhur, e një ta punë është edhe me Ramazanin. Kena pas një muj dit aktivitet, një muj dit angazhim, një muj për cilin i madhi Zot thotë që ai i cili e agjeron Ramazanin i falen mëkatet e kalume, ai i cili falet gjatë Ramazanit i falen mëkatet e kalume, ai një natë që është më e vlefshme se sa një mujtash, kur i shohim gjithë këtë grumbull të mirësive, a nuk ja vlen mu gëzu, a nuk ja vlen me festu, a nuk ja vlen me kremtu për gjitha këto benefite, këto të mira që i kemi pas gjatë këtij muji. Fjala Fitr Bajram, fjala Fitr është fjalë arabe, kuptimin e ka festa e natyrshmërisë. Pse festa e natyrshmërisë? Për shkak se ato gjendjen cilën e kemi pas në Ramazan nuk është gjendje e natyrshme. Nuk është gjendje natyrshme me nejt pa hangër, pa pi, s'është gjendje natyrshme. Kjo ka qenë për tej natyrës tonë, na e kena ndryshu rutinën e jetës tonë gjatë këtij muajit Ramazanit, tash festa e Fitr Bajramit do të thotë festa e natyrshmërisë. Ne i rikthehemi natyrshmërisë. Edhe festojna që tash prej ditës së Bajramit na fillojna me hangër normal, gjanat lejushme, me pi gjanat lejushme, mirë po i kthehemi natyrshmërisë tonë dhe kuptimi i festës fillimisht është festim për mirësitë dhe begatitë cilat i ka pas Ramazani, duke shpresu që jena prej njerëzve që kena meritu faljen e Zotit, andaj si shpërblim për faljen, për lodhjen, për angazhimin vjen festa, edhe aspekti tjetër është një lloj gëzimi, për shkak se edhe Muhamedi a.s. ka thonë besimtarit gjatë i ka 2 gëzime. Gëzimi i parë është kur e agjeron Ramazanin, kur e qel iftarin, edhe gëzimi i dytë është kur e takon Zotin. Kur e qel iftarin, pse ka gëzim? Për shkak se e kena arrit me kry një punë me dignitet, kena arrit me kry me sukses. Është një lloj krenarie, ke po një provim me hy, me kalu provimin, është një lloj gëzimi se e ke arrit një sukses, edhe gëzohesh ti, po edhe gëzohen edhe rreth yt, edhe njerëzit për rreth teje. E njëjta punë është edhe me Fitr Bajramin. Pastaj elementi tjetër është gëzimi i kthimit natyrshmërisë. Për shkak se gjatë Ramazanit e kena ndryshuar dhe kohën e ushqimit, në kushte normale na nuk shohim natën me hangër bukë. E kena syfyrin, edhe tash festojna për me u rikthy në natyrshmëri. Pas Fitr Bajramit ndodh një shkputje, pastaj vjen edhe Kurban Bajrami. Na i thonë edhe Bajrami i vogël, Bajrami i madh, janë këto terma. Çfarë kuptimi e ka Kurban Bajrami? Ne në aspektin fetar i kemi 2 festa madhështore, do është festa e Fitr Bajramit edhe Kurban Bajramit. Fitr Bajrami thamë që është festa e natyrshmërisë, ndërsa Kurban Bajrami është festa e sakrificës. Na e kujtojna gatishmërinë e pejgamberit Zotit, Ibrahimit a.s. i cili ka qenë gjendje me fliju birin e vet, Ismailin, për hir të Zotit. Zoti ja ka shpërbly
gatishmërinë e tij për me sakrifiku djalin e tij edhe ka thirrë një kurban, një dash, andaj si për kujtim I kësaj gatishmërie të Ibrahimit a.s. edhe ne e vazhdojna këtë traditën e sakrificës, do të fjala kurban, do më thonë sakrificë, ne sakrifikojmë për Zotin, edhe një farforme të tregojmë që gjithë shka që na e posedojmë, është në shërbimin tonë, ne e shfrytëzojmë, ne e menaxhojmë ato, mirë po, kur Zoti e kërkon që na me sakrifiku diçka prej vetes, ose me dhonë prej diçka prej asoj që Zoti na e ka dhonë, na jena në gjendje me bo për Zotin. Zoti ka kërku që na mos me hangër, mos me pi gjatë ditës në Ramazan, ju kena bind, edhe është shkollë e cila na edukon neve. Tash kur vjen Kurban Bajrami, Zoti kërkon për neve që na me therr kurbanin për me saj me tregu gatishmërinë. Thot I madhi Zot që Zotit nuk I shkon as mishi, as gjaku I kurbanit, mirë po Zotit I shkon devotshmëria. Zoti s'ka nevojë as për agjerimin tonë, nuk ka nevojë as për kurbanin tonë, as për namazin tonë, s'ka nevojë Zoti. Ne kemi nevojë. Tek Zoti shkon gatishmëria jonë, devotshmëria jonë. Mirë po, nëse më kishte leju një element tek festa, ndoshta shpesh herë në konceptin e festës na jena mësu njeriu festën me përdor si element shfrenimi, ose dalje një forme në fest mi kalu kufet, ose me abuzu gjatë festës. Festa, në konceptin islami, ka disa elemente shumë interesante. E para, është fest hynore, se na e fillojna festën me për Zotin, edhe me Zotin. Çka bojna? Vjen Fitr Bajrami pas Ramazanit, Kurban Bajrami vjen pas obligimit të haxhit. Edhe të dy festat na I fillojna me faljen e namazit të Bajramit. Mbushen xhamit, edhe elementi I parë fillojna me namaz, me përkujtim, me madhërim ndaj Zotit. Element tjetër që është shumë I rëndësishëm, na nuk si besimtar nuk jemi egoist, dhe Zoti kërkon për neve mos me qenë egoist. Tek Fitr Bajrami, na I ka bo obligim me I dhonë vitrat, me dhonë sadakatul fitrin, për cilat Muhamedi a.s. thot janë pastrim për agjerusin, edhe janë ushqim për të varfrin. Do të thot, unë kam fest, mirë po nuk lejoj që festa me mbretëru vetëm në familjen temë edhe në shtëpinë time, mos me pas tek familja e kujshiut. Muhamedi a.s. thot, ai cili prej jush bjen me flajt, edhe e ka stomakun, barkun plot, e kujshiu I tij, fqiu I tij, nuk ka çka me hangër, ose s'ka me çka me ushqy fëmijët I tij, ai s'ka besu, ai person. Na nuk guxojna me jetu vetë në luksin maksimal, edhe mos me na interesu për nevojtaret, për skamnuret, edhe këtu e shohim që të dy festat e kanë edhe këtë anë. Te kurbani na e therrim kurbanin për Zotin, me po mishin e kurbanit të shpërndajna. Dy pjesë shpërndajna, një pjesë e nalim për vete. Do të thotë, festa ka dhe impakt shoqëror, ka dhe impakt ekonomik. Për shembull, llogaritë sa kafsha prehet, fitojnë tregtarët, fitojnë bujqit, fitojnë blegturët. Para mendo tash tek sadakatul fitri, para cilat ipen, blihet, përgatitet festa, do të kjo ka dhe impakt edhe ekonomik, jo vetëm gjithashtu ka dhe aspektin fetar, aspektin e gëzimit. Për shembull, na si popull e kena pas tradit kur ka qenë Bajram, kanë marrë tupanat, kanë bo fest, kanë vallëzu. Ende është dikun kjo tradit, mendoj? Sigurisht, ka fillu, ka një lloj zbehje, mirë po, është pjesë e traditës të mirë. Sa që tregohet edhe në kohën e Muhamedit a.s. Kanë qenë dy shërbëtorë që kanë shërby në familjen e pejgamberit,
kur ka ardhur Bajrami kanë ra defit ato dhe kanë kënu, kanë thur kong. Shoku i pejgamberit Ebu Bekri ka thonë, pas ka hy shejtani në shpinë e pejgamberit thotë, lejse është sot është festë, sot është gëzema, është edhe realisht edhe Zoti dën që na me shfaq festën, me shfaq gëzimin. Edhe mendoj që një koncept cili na duhet me tentu me ndryshu ose me tregu realitetin, shpesh herë për shembull e ke pa e takon një person, është i hareshëm, është ka një dozë të humorit lejushëm. Momentin që të bëhet fetar, bëhet i mrëlt, bëhet serioz, nuk e kërkon këto feja, feja kërkon me qenë serioz, feja kërkon me qenë i matur, mos me qenë ofendus, mirë po, besimtari lejohet me bo shaka, me qenë mu gëzu, me vallëzu, me është pjesë e natyrës tonë. Po, mas jena të festa desha me të pyet për urimet për Bajram që bëhen në Facebook, në Instagram, rrjetet sociale. Qysh e sheh? A mendon që duhet mu promovu ma shumë? A mendon që nuk duhet mu bo? Qysh e shetin këtë aspekt? Prej aspekteve të festës është edhe aspekti, e përmenda ma herët, edhe aspekti shoqëror, e cila nënkupton vizitat ndërsjellta, urimet për Bajram, shpesh herë shumë prej paragjykime, probleme mes neve ndodhin për shkak të mungesës të kontakteve. Po, a mendon që mjafton veç në rrjetet sociale? Mendoj që nuk është e mjaftueshme, sidomos me njerëzit të cilët me të afërmit, me familjarët, patjetër që duhet me pas edhe vizita, duhet me pas edhe kontakte, për shkak se na e kena përjetu çështjen e pandemisë, e dim, i kena pas këtë jetën virtuale, e kena zhvillu në atë kohë, po e kena pas që e ka dëmtu njeriu. Njeriu është qenje sociale, njeriu kontakti fizik është shumë i rëndësishëm, sigur na këtë emision, kena mujta me ba për me Zoomit ose diçka mirë, po nuk e ka atë efekt, kontakti fizik, i drejt për drejt, emocionet që i përcjellëm, ato nuk mundëm me i përcjell përmes rrjeteve sociale ose përmes teknologjisë. Vizitat, kontaktet janë të pazavendësueshme. Mirë po, me njerëzit që ti kemi më të lartë, me cilët ato mjaftojnë edhe këtu. Po. Desha munal pak të trit, të cilët për shkak të angazhimeve nuk mujnë me fal namazin. Disa studiojnë, disa punojnë, edhe jeta është dinamike. Po ashtu të marrë parasysh që jena një shtet laik, edhe nga njëherë leja për me shku në xhami ose për me shfrytzu hapësirat e punës, nga njëherë edhe nuk lejohet, ndoshta edhe me të drejtë. Çka ju thuti aty në triva? Janë edhe këta musliman devotshëm se me ata që i ndjekin këto rregulla? Sigurisht që na nuk jemi ata të cilët i bajmë gjykimin e njerëzve ose vlerësimin se ky është kaq musliman ose ky është kaq, mirë po na si njerëz gjykojna në bazë të asaj çka e shohim. Muhamedi alayhis salam thotë nëse një person e shifni duke shku në xhami, dëshmoni që është besimtar, që është musliman, se fakti që ai po shkon është një mirë po, kjo nuk e mohon drejtën e qendurit musliman edhe për dikant tjetër. Tash, unë mendoj që këto të cilën ti e the, mendoj që është një lloj justifikimi, ma shumë se sa që është një diçka reale. Mendoj që njeriu ka kohë, edhe njeriu mundet me kriju balans mes profesionalizmit vet, mes studimit, edhe mes përkushtimit ndaj Zotit, edhe nuk është pengesë. Për shembull, na e kena pa disa prej futbollerëve të suksesshëm në Champions League, edhe kanë agjeru, po i dhashën edhe ka 2-3 golla gjatë dejton, nuk është pengesë. Gjithashtu, nëse na e marrë, për shembull njeriu i ka 24 orë ditën, një pjesë e kalojnë në gjumë, një pjesë, sa i përket namazit, shumica e namazeve, për shembull me përjashtim
Gjumaja që është obligim për meshkujt me shku në xhami, namazet tjera nuk është obligim me shku në xhami, mund më fal edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe sa mundet me na marr 5 minuta, 6 minuta është një falje, 10 minuta. 5 kohë janë pyetje 25 minuta, maksimumi 50 minuta gjatë ditës mundet. A na për shembull so kohën na kur të një ndeshje të futbollit me pa, na merr 90 minuta pa llogarit edhe 50 minutin mes pjesëve plus lojën shtesë plus me shku në vazhdim edhe penaltit e këto don. Unë mendoj që njeriu ka kohë, edhe nuk duhet me ekziston një shprehje thotë që ai i cili don gjen mënyra, ai i cili nuk don gjen arsye, edhe arsyetohet. Unë mendoj që nuk ka arsyetim, njeriu edhe feja është shumë e gjanë. Për shembull, na gjatë namazit kena diçka që është farz, diçka që është sunet, nëse s'mundesh me kry, edhe sunetin e fal vetëm farzin, nëse në rrethana të caktune i bashkan edhe namazet. Ka mundësi, ka alternativa, nuk është feja e ngurë që vetëm kështu nuk ban ndryshe. Mjafton me ekzistu vullneti, pastaj gjinen mekanizmat, gjinen mënyrat për me. Hoqë se disa e informun, të e pas parasysh diapazonin të në gjanë e di që je, po më prapo e parashtroj si pytje. Është ndodhë në gjithë Arabin, ku janë shtetet muslimane kryesisht, një ndryshim ose ma mirë themi një fluks i madh e investimeve, kryesisht në turizmin bregdetar, të marrë parasysh që edhe atje 8 muaj janë verë, mos më shumë, varësisht prej vendit. Të marrëm shembull Arabin Saudite. Është u bani investim rreth $250 miliard në turizmin bregdetar, në detin e Koq. Të marrë parasysh që Arabia Saudite është një shtet musliman, atje ekziston një kod i veshjes, që bashkë qysh dush nuk mënet me dalë. Në anën tjetër, të marrë parasysh që kam u bo turizmi bregdetar, atje ka me pas gra edhe vajza, themi kështu në bikini, ose burra dhe djem, që kanë me qenë shorts, ose ma mirë themi kanë me qenë shumë zbulun. Me sa e dion, feja nuk e lejon këto. A ka me qenë, a është kjo një modernizim, a është një kompromis mes fejse dhe biznesit, apo është ndodhur një hipokrizi për shejkët arab që kanë pare, dojnë më bo ma shumë pare. Si e she? Mendoj që është çështje interesante edhe ja vlen me diskutu, dhe është aktuale dhe besoj që i preokupon njerëzit. Na jena duke pa do të thotë periudhën e fundit është një tendencë modernizimit, do shta me thonë të skajshëm në disa vende të caktuara, mesin e tyne edhe shtetin cilën ju e potencut. Mendoj që çështjen do të me trajtu ndoshta për një aspekti tjetër, ose po e filloj prej ato ku e përfundove ti, ku dhe që është një lloj kompromisi mes. Unë mendoj që feja nuk ban kompromis me parimet e veta, ajo që është parimore, mbetet parimore, mirë po feja nuk është ngurtë, edhe Muhamedi a.s. ka thonë që çdo 100 vite i madhi Zot të dërgon dikan i cili e ripërtrin botkuptimin për fen. Do me thonë, qysh ka pas ndryshime gjatë fejs, prej ma heret dhe tash? Ndryshimi ose reformimi cili mundet me ndodh është rreth konceptit, rreth qasjes, rreth kuptimit për jetën, po jo në çështjet parimore të fesë. Edhe kjo mbetet e gjanat parimore të fesë mbeten të pandryshuara. Mirë po, çka mundet njeriu mundet me avancu me për shembull me avancimin e teknologjisë, me avancimin e kohës. Tash sa i përket për shembull me trajtu ndarazi, për shembull çështja e turizmit, parimisht nuk është e ndalueshme
me pas turizëm, Po. edhe njeriu ka nevojë, edhe trupi njeriut ka nevojë edhe për relaksim, edhe për rrezë diellit, edhe për kripen e detit, edhe është shumë normale kjo. Mirë po, shumë gjana janë në esencë ose në parim janë të lejushme, mirë po aspekti ndalesës rrjedh prej mënyrës qysh na i shfrytëzojna ose mënyrës qysh e organizojna në diçka të tillë. Tash parimisht nuk ka kur gjë të keqe shteti mu modernizu, me bë infrastrukturë të mirë, me bë kushte të mira, me bë resurse të mira, me pas. Mirë po, çka ish dasht, mendoj çka ish dasht me pas, më rujt një lloj kodi etik, edhe mendoj që atë kod etik do të thotë feja i kushton. Feja nuk është imponues, edhe nuk ka dhunë fe, mirë po feja për shembull i vendos disa kritere të cilat do të më qenë. Çka mendoj për shembull në çka lejon feja, për shembull Islami nuk ndërhyn çështjet estetike. Për shembull Islami nuk përcakton ngjyra. Po. Islami nuk përcakton shije, se shijet i përcakton çdo komunitet, çdo vend, çdo shoqëri. Islami përcakton kritere. Për shembull tek veshja e gruas për shembull, ose tek veshja në përgjithësi. Islami tek veshja vendos 3 kritere. Mos me qenë e shkurt, mos me qenë e ngushtë, mos me qenë të i dukshme. Ta çdo veshje e cila nuk intereson a është ngjyra e zezë, ato shija. Ty unë pëlqen ngjyra e bardhë, unë pëlqen ajo është shija. Mirë po Islami vendos kritere, pastaj mbas tyne kritere na e përzgjedhim shijen e gjithë secilit prej nesh, dhe mendoj që ajo çka është duke ndodhur në atë vis është një lloj kalimi prej një ekstremit në një ekstrem tjetër. Në formë ata i kanë imponu njerëzit në diçka e cila nuk ka pas nevojë mu imponu. Për shembull, është në rregull, na mundu na e dim në aspektin fetar, mbulesa është obligative për femrën muslimane, moshërrit është obligative. Mirë po, ne nuk themi që ajo e cila nuk e ka mbulesë nuk është muslimane. Edhe nuk e detyron dikan Islami që patjetër e duhet më mbulu jashta dëshirës të vet. Mirë po, edhe tash jo në emër të lirisë, edhe në emër të drejtës personale, nuk kam drejt me bë çka du me trupin tim. Jo, janë disa gjana etike të cilat duhet më përmbajtur. Mendoj që nuk ka kur gjë të keqe që femrat më shku në deti, nuk ka kur gjë të keqe që ato më shku në pushime, me kalu pushime në Bregdet, mirë po normal me disa rregulla etike të cilat i përcakton feja ose cila nuk guxojna me dal prej tyre. Ndërsa unë mendoj një aspekt ajo çka po ndodh e mirë ose çka është këto duhet me pa edhe prej aspektit pozitiv. Për shembull shumë prej njerëzve tek ne kanë një bot kuptim për shembull për Arabt janë prapambetur, vendet arabe janë prapambetur, shumë për njerëzve kur shkojnë për shembull qoftë në Dubai, qoftë ata mahniten prej luksit ose prej investime, infrastruktura, ato që kanë duhet. Mirë po, njeriu duhet me mbajt balancin mes investimit, mes rregullimit jetës, mirë po edhe mes jetës shpirtërore, mes asaj çka kërkon Zoti. Zoti kërkon që ti me qenë besimtar dhe kjo nuk bie ndesh që njeriu mund të me qenë edhe modernist edhe me qenë besimtar, edhe me qenë evropian, edhe me qenë besimtar, edhe me qenë kosovari mirë, edhe besimtari mirë. Mirë po, dohet me luftu, tash fatkeqësisht na kena një lloj tendencë, është një lloj tendencë me ik prej anës, ose sikur me thonë, në aspektin islam, Zoti është epiqendra, Zoti është në qendër. Edhe nëse Zoti është në qendër, ai është krijuesi jon. Ai ka kriju gjithçka rreth neje dhe rreth nesh. Edhe nëse ai është krijuesi jon, ai ka drejt edhe me përcaktuar rregullat për neve.
Po. Tash çka njeriu modern, çka ka bë? Njeriu modern e ka largu Zotin prej qendrës, e ka vendos egon e vet në qendër dhe tash gjithçka po ban për me përmbush egon e vet, edhe kjo është, mendoj që është e damshme për njeriu. Në të kundërtën, Islami e nxit shkencën, e nxit zhvillimin, e nxit në kohën e kur muslimanët kanë qenë në kulmin e fuqisë të vet, kanë lullzu gjitha shkencat, në mesin e tyre ka lullzu edhe shkenca e mjekësisë cilën jo studioni, ka lullzu, na e kena Avicenin, kena shumë prej shkencëtarëve që ai llogaritet baba i mjekësisë moderne, kështu që Islami nuk bjen ndesh, do të Islami reformuhet me kohën, mi për jo parimet edhe bazat fetare. Ka në bazë. Cili është mesazhi për trinjt që dojnë me ndjek ëndrat edhe që kanë parime? Një mesazh. Mesazhi për gjithë trinjt edhe gjithë ata që na ndjekën është që njeriu duhet me qenë ambicioz, njeriu duhet me pas synime në jetë, edhe çdo herë duhet me ditë që mbështetja në Zotin, edhe besimi në Zotin është element i cili e ndihmon njeriu për me realizu ëndrat e veta, edhe ekziston një shprehje njëri prej dietarëve musliman thotë që ëndrat e djeshme janë realiteti i sotëm, e ëndrat e sudit janë realiteti i së nesërmes. Andaj është thirrje për neve për me pas ëndra, jo me ndru, duke flajnë, mirë po duke punu, duke u angazhu, edhe për shembull, na sot e gëzojna lirin, fal Zotit, fal gjakut dëshmorëve, sakrificës njerëzve. Një kohë kjo ka qenë ëndër për dikan, mirë po ata kanë guxu me ndru, kanë guxu me punu për këtë ëndër, e kjo ëndër sot është realitet, edhe na duhet me ndru për një Kosovë ma të mirë, një Kosovë ma të zhvillume, ma të avancume, edhe nëse na ndrojna për këtë, po edhe punojna njëkohësisht, kjo ka me qenë realitet, edhe ambicia, njeriu duhet me qenë ambicioz, edhe shpesh herë edhe Muhamedi a.s. kur thot që nëse njeriu e punon një të keqe, e ka një të keqe. Nëse njeriu e punon një të mirë, e ka prej 1 deri në 10 fish i shpërblehet e mira. Dërsa çka thot, nëse njeriu vetëm e menon të mirën, mirë po nuk arrin me realizu, ai e ka një shpërblim. Vetë fakti, veç pse ke mendu pozitivisht, është shumë e rëndësishme ti me mendu mirë. Kanë thonë dietarët muslimanë, pse ky që po mendon, që po punon keq, e ka një të keqe. E ai që po mendon keq, pse nuk ka kur gjë, është 0-0. Ka thonë, i mjafton ai që ka mendu keq edhe ka ngarku veten emocionalisht, e ka dëmtu veten shpirtërisht, duke mendu. Kështu që na jemi të thirrur me qenë optimist, edhe Zoti thot, unë jam ashtu çështu mendon mu robi. Nëse na mendojna Zotin falës, nëse na mendojna Zotin mëshirues, ai ka me qenë i tillë për neve, dhe shpresoj që Zoti me na falë, me na mëshiru të gjithë. E thënë kështu shumë drejt, faleminderit shumë ho që ishit sot me ne, faleminderit edhe jo që na dëgjuat, shihemi në episodin e ardhshëm, deri atëherë mendoni për ato që folëm sot edhe na shkruani mendimet tuaja. Faleminderit.